Mbrëm rreth orës 22:05 një tërmet në Kosovë ishte me epicendër në Preval, në afërsi të Prizrenit me magnitud 4.8 ball. Tërmeti mbrëmshëm në Prizren nënxori disa qytetarë në disa lagje nga shtëpit për arsye sigurie, derisa në mbrëmje pastaj pati edhe publikime me pamje pas tërmetit brenda një marketi apo ndonjë plasaritje të mureve të banisave ose shtëpive. Derisa pas tërmetit të mbrëmshëm dhe paniku të krijuar në mesin e qytetarëve, drejtori i Institutit Sismologjik Shemsi Mustafa ka dalur sërish me njoftim rreth natyrës së tërmetit. Sipas tij, në të dhëna të bazuara nga rjeti sismologjik, ngjarja sismike ka qenë me magnitudë të moderuar. Aktiviteti pas sismik është i mundshëm, por këto lëkundje priten të jenë me magnitudë dhe intensitet më të ulët në përputhje me ligjshmërinë sismike, ka thënë Mustafa. Sipas Mustafës, aktualisht nuk ka rrezik sismik të shtuar dhe kushtet konsiderohen të qëndrueshme. Rjeti sismologjik po monitoron vazhdimisht situatën, bëri me dije ai. Ky është postimi i tij i plot. Të nderuar qytetar, për shkak të kërkesave të shumta dhe panikës së krijuar nga tërmeti, po ju informojmë. Sipas rjetit sismologjik, ngjarja sismike regjistruar rreth 3 orë më parë ka qenë një tërmet me magnitudë të moderuar. Aktiviteti pas sismik është i mundshëm, por këto lëkundje priten të jenë me magnitudë dhe intensitet më të ulët në përputhje me ligjshmërinë sismike. Aktualisht nuk ka rrezik sismik të shtuar dhe kushtet konsiderohen të qëndrueshme. Qytetarët që ndodhen ende jashtë për arsye sigurie mund të kthehen në banesat e tyre, duke ruajtur qetësinë dhe duke ndjekur vetëm njoftime zyrtare. Rjeti sismologjik po monitoron vazhdimisht situatën.